Të region që populli i Kosovës nuk ka pro-amerikan sa ka qenë për shkak se po fiton një subjekt i majt rrugaçesh. Sa ka qenë, po thotë, ju që s'është sa ka qenë. Se fundi fundit, subjekti që kanë kriju shtetin, edhe që janë qojnë pro-amerikan, janë të tjera të opozitës, ky subjekt që ka ardhur në pushtet përmes dhunës, përmes rrugaqërisë, përmes vetë fundosjes, jo vetë vendosjes, kë nuk ka pro-amerikanizëm as pak. Se është subjekt i majt, Amerika nuk e do të majtën. Nuk e di unë, partitë nuk e di smirë. A i lën partitë dolmi tek, a i lejon feja muslimane apo islame, feja jonë e dashur me u martu me një krishterë dhe qysh me trajtu? Po, gjithsesi. Hajde, se i kena një do që s'bënë. Edhe aq tolerante se me të vërtet, ka njëherë, kur i ndëgjojmë komentime e dikujt, që shë paraqesin fejën islame, të shten shumë me dyshue. Po vetë pejgamberi a.s. ka pas grua krishtere. Po kanë pas edhe shumë personalitete gra krishtere. Me fejë islame nuk guxon ti me ndalu ato me i thonë më shkon kish me i bo lutjet e veta. Po duhet me lejue. Dhe më thonë, ky është islami, që, sikur që thotë Zoti. Dhe më thonë, e lejan një të krishtere me... Gjithsesi, edhe në asnjë mënyrë, nuk guxon me bo trysni, apo me bo dhunë me i thonë, jo, bënë muslimone se për ndryshe nuk banë. Ai që e kupton fejen, feja vërtet, e lejon, po edhe e urdhënon. E urdhënon milion me shkun kish. Bile. Feja islame thotë bën me shkun kish. Pse jo shembull ka standarde dyfishta? Bile pse jo shembull për. Ne lejon femra muslimane marrë me katolik. Edhe më afrua shembull për bëj me kërë, pse ju? A i lejon femra muslimane më martu me katolik me krishter? E tash kjo është diçka tjetër sen, shembull për bëj për shkakun se femra muslimane me gjithë se tek ne ka raste për gjithë ditë, martohen shumë femna muslimane, shembull për bëj me të krishter. Mirë po, për hir të sinqeritetit që ka në fe, feja islame kur martohet, domethënë femra muslimane kur martohet për të krishter, rrezikon se nuk është kjo tolerancë te ju që është te muslimanët. Që milon shembull për bëj ai katoliku, dëgjoj. Po thon milon ai mi mojt Ramazanin e më svej thonë, hes këtu, bojmë dashni në Ramazan. Apo shembull për bëj, vallai unë pëqona pi fali sabahin. E me thonë shembull për bëj, jo mësë ma presh gjumin, se unë nuk lejaj këtu ty, mu qua me rëpluë. Nuk kam në familje teme të martu me musliman, nuk i dim, falë. Për ata, nëse shembull për bëj, cungohen këto të drejta që më femra muslimane s'munët mu falë, s'munët me agjeruë, atëherë shembull për bëj, e ka të ndaluar. E ka të ndaluar. Mirë po, edhe po thëmë, po ka raste që pej dy anëve, edhe shqiptarët musliman, kjo që e cekje, ti nuk e di për zotë. Po, e gjënë, po hoqë, se nështë atë dërpejtë, më falë. Ju, po deshta me se djetë deshta me vetë gjurën, se shpesherë këm posë, tu dhe me thonë edhe prej levizës dhe qonë, pa e ofendu, për shembull kanë thonë që na pengon në zonë. Ty personalisht gjë na pengon, se ti e konon në Stamboll e ke dëgju minore me e zonë. Ha, pengu? Po, atë pengon në zonë. Unë nëse kiku ka zbërthuj para 15 vite, e kam pas një problem, tash mund të thonë shejre e zonë s'ka pas faj, po një farë problemi të vogël. Hajde. Shtatë është lirë, kallëzoj është lirë. Edhe si te këshia. Një haxhi në Matishan, u jep dashu të drum. Edhe nuk e nalë shorrën, nuk e kam një në kur e ka thirë zonin e që se kam nalë shorrën. Edhe s'ja kam ditë kuptimin e zonën. Par 15 vjetë u kom ke puna, qëta shmejtë. Edhe kur e kam nalë e u krye zonin. Edhe aj po më kërcënën mund që i s'kom e t'i pagu edhe pse se ke nalë edhe ka ardhaj tjetër, një maj vjetër, edhe i ka bërtit haxhis. I ka thonë, kësë ka obligime ta respektu e zonin, se kësë son mas pori heq musliman, për ja shë kryqin në kambi. Ti u desh mi as pjegu, edhe sigurisht ta kishë respektu. Mi ka lëzu që si të bënë e zonin, nalë, më tërri, tani edhe, edhe unë i thash, unë jam lind me një fshat vogël, pa atë ku jam mënë, s'ka musliman, është për që një lagje e vogël, ketë jem katolik. Edhe gjami nga të skena.
Edhe dorën zemrën ose kom ditë. Tani pastaj ne ju interesu me lexu çka është e zoni. Ose kom ditë kuptimin e zonit. Unë kam ditë kuptimin e kombonës kishës temës. Unë kam pas 20 e kusur vjet se kam ditë çka e zoni. Ose 7-8 vite. Edhe e zonin e kam kuptuar çka është. E zoni i thirr njerëzit për adhurim, për namaz. 5 herë në ditë. A ç'është sa? Po. Ç'është e kam lexuar dhe kam lexuar gabim. Po. Edhe ai ploki i bërtit i Haxhis e qiti në dhe edhe që të sejtë të otën se Haxhia, që të ke kushte, Haxhi i shkon. Po pa i sigurisht se ka ditë që je krishter. Jo, ai se ka ditë as që jam i krishter, as heq, po i ka urdhë i natë. U blefua Po, do ka thonë qysh musliman edhe as i trosi për respekton e zonën. Tani erdha i që më ka thirë, i s'ke ato erdhë, i tha, hajbe, tha se ka ditë. Tha falë, tha se kjo. Une, ati Haxhis jarë ke i natë që shonë se di qka e zoni. Ta që durën zemër, si kur ty më të dhejt di shka për te na, ti se ki obligim me ditë, andi pse je hoqë, ti di punë të tuaj të vetat, për që to është problemi që bojmë lavë, na thojmë, se cili du të mi ditë punë të veta, ce ka unë të fillim, e zbërtheva, e kanë me jetu ata, që ta që po shohë. Unë s'kam foto me ta, që po thotë jo, e përmen një hoqë, tha, kanë tha foto me televizijës të qonit, kam më dhonë një me ta. Unë s'po kam konvizat e ta me dollë foto, sa ta në kishë s'po vinë, ata përpjekon për fejës janë, po janë për me lëshun dhe i lavë guje, që shto, që ta me konë në fejë, i përkushtohen fejës, edhe nuk kanë vakë me ofendu. Nëse i përkushtohet i fejës, hajde te nejës të landetnicë, edhe këshyra e thot prifti një lavë guje kontër muslimave. Se thot, se ka për obligim me thonë, s'ka drejt me thonë. E ka punë të veta. Po që i ka punë të veta, prifti punë të veta. Për që ta duhet me morë fond për qorja. Se keni me nëzit popullatën, unë e di se ku është qëllimi. Unë pse jam punëtor dhe nuk kam fakultet krymë, së më vinë më kravata për midit senet, se njëm në stop dëren, midis muslimanve. Qëllimi është shumë i qartë, me nëzit popullatën muslimane kondër katedrales, kondër krishterve. Edhe i treti që rrën me një kom, mi rejtë o ponit mu knaqë. Shkort. Asë një herë s'kanë me arrit armisht. Po ja ka njës, ta kanë me arrit i sholas arritin. Mund të këtë individ, mirë po si mos, ku gjonë në botë konë ma popull, me harmoni fetare. Bardh, ma popull, ma shpirt mirë. Solidar, po. Asë një i bemi nuk u quë as hoxh, as haxhi, as mifti, me thonë kush qysh prishët gjimnazi, e për ne e bëni katedralin. Asnjë. Mirë po të gjithë, duke ditë që vllaznit të nuk kanë katedrali. Po edhe tjetrën, trupat diplomatike, që do të vinë, edhe ata ka nevojë më shku mu lutë, edhe do me thonë që faktikisht ja u kemi urue, edhe kemi lëshue që të thënë vërtetën, vetëm edhe pak, thënë vërtetën të shkonë dikun tjetër konë, ku do qoftë ajo? Me thonë, apo një popullat, qështu 97% katolike, e me thonë, pirëzojmë gjimnazën e përbojmë një gjami, nuk besoj që këshin me pranu. Prandaj, unë që ditë,